Një lojtar i ri do të jetë pjesë e Shqipërisë për ndeshjet e shtatorit. Më në fund një emër i ri, pa shumë kohësh, do të shfaqet në listën e kombëtares tonë për ndeshjen e shtatorit që do të zhvillojmë kundër Letonisë. Bëhet fjalë për Thomas Gujdarën, i cili do të vishet kuqezi, një emër i folur që në kohët e Panuçit, por atëherë lëvizja nuk do të konkretizoi për shkak se Panuçi do të largohej nga Shqipëria në saj të mungesës së rezultateve. Më pas emri i Gujdarës është rishfaqur me Silvinjon dhe Mazabaletën që nuk mund të ikte Gujdara në Argjentinë. 29 vjeçari dhe arbëreshi Gujdara luan pikërisht në Argjentinë te ekipi Hiuskan. Në konferencën për shtyp para ndeshjeve të qershorit, Silvinjo tha se po e ndiqte nga afër një lojtar në Argjentinë, pa e përmendur emrin e Gujdarës. Koha shtesë ka pasur një komunikim me Thomas Gujdarën nëpërmjet mesazheve në telefon dhe lojtari është shprehur: "Është një krenari e madhe që të përfaqësoj vendin tim, por do të flasim sërish pas disa ditësh, pasi kemi një finale për të luajtur në Argjentinë." Kjo tregon saktësisht se gjithçka është gati dhe se Gujdara ka pranuar ftesën e Silvinjos dhe mundësinë për të qenë pjesë e Shqipërisë. Megjithatë, për shkak të një finale që do të luajë në Argjentinë në qershor dhe kohën e gjatë të udhëtimit, është menduar që Gujdara të bashkohej Shqipërisë në muajin shtator dhe jo për ndeshjet e qershorit, për shkak të pamundësisë dhe agjendës së ngjeshur në kampionatin e Argjentinës. Një lëvizje e mirë kjo nga ana e Shqipërisë, pasi Gujdara luan në krahun e djathtë të mbrojtjes. Pavarësisht moshës së tij jo të vogël, 29 vjeç, duke parë performancat e dobta të Ivan Balliut dhe uljen e tij në stol në Spanjë dhe gjithashtu gabimin e bërë që na kushtoi atë barazim në Letoni, Gujdara do të ishte një zgjedhje ideale për të rivalizuar Elseid Hysajin për një vend titullari. Elseid Hysaj, që pas ndeshjes me Serbin, ka rifituar zemrat e tifozëve shqiptar dhe dukej i tjetërsuar. Ndërkohë nëse Silvinjo do të shkarkojë pas barazimin me Letonin, Gujdara do të kthehej si një mallkim për trajnerët e Shqipërisë që e kërkonin atë, pasi kjo ndodhi me Panuçin, që u shkarkua pasi e kërkoi, dhe nëse ripërsëritej me Silvinjon, atëherë do të ishte shumë edhe për vetë Thomas Gujdarën, 2 herë afër Shqipërisë dhe 2 herë nuk do të ndodhte për shkak të shkarkimit të trajnerëve. Një mbrojtës për të cilin pritet shumë për shkak edhe të kampionatit ku ai luan. Grinda dhe duelet fizike janë karakteristikat e tij kryesore, nga të cilat Shqipëria mund të përfitojë shumë në ndeshjet e ardhshme, por sigurisht betet për të parë në fushë se cilat janë aftësitë reale të këtij futbollisti, i cili do t'i bashkohet Shqipërisë në muajin shtator.